Milioneri e ndoqi pastruesen dhe e pa në një shtëpi të braktisur me fëmijët e saj. Renani e fiku motorin dhe zbriti ngadalë, pa mundur të besonte atë që po shite. Adriana qëndronte në derën e një shtëpie prej balte, të rënuar, me 3 fëmijë të kapur pas saj. Ai bëri 2 hapa drejt shtëpisë dhe ndjeu pluhurin të ngrihej nga këpucët e tij italiane. Dielli i nxehtë i pasdites i binte drejt në fytyrë ndërsa përpiqej të kuptonte skenën para syve. Adriana kishte punuar për të përgati 2 vjet, gjithmonë e përpikt, gjithmonë e heshtur, gjithmonë me atë sjellje të qetë të dikujt që nuk donte të binte në sy. Ai kur nuk kishte imagjinuar se jeta e saj jashtë apartamentit luksos në qendër të qytetit mund të ishte kështu, kaq e ashpër, kaq e vërtetë. Gruaja që pastronte dyshemet e tij prej mermeri dhe rregullonte rrobat e tij të shtrenjta jetonte aty, në një vend që dukej si një skenë braktisjeje. Dhe më keq akoma, ajo mbante të fshehur 3 fëmijë, 3 jetë të vogla që vareshin prej saj, dhe ai nuk kishte pasur asnjë ide. Adriana nuk lëvizi. Qëndroi në derë me foshnjën në krah dhe 2 vajzat të kapura pas këmbëve të saj. Sytë e saj ishin të hapur nga frika, jo nga surpriza, por nga një tmerr i pastër, sikur bota e saj të ishte shembur në atë çast. Ajo e dinte se ishte zbuluar, e dinte se nuk kishte më ku të fshihej. Renani e pa gjithçka në fytyrën e saj, frymëmarrjen e shpejtë, shpatullat e tendosura, gojën pak të hapur duke kërkuar fjalë që nuk vinin. Ai ndaloi rreth 3 metra larg, me duart ende në xhepat e pantallonave të kostumit të tij blu të errët, që vlente më shumë se sa shumë njerëz fitonin për një vit të tërë. Qëndroi në heshtje, sepse nuk dinte çfarë të thoshte, nuk dinte si të fillonte, nuk dinte nëse duhej të pyeste, të zemërohej apo thjesht të largohej dhe të bënte sikur nuk kishte parë asgjë. Por nuk mund t'i hiqte syt nga ato 3 fëmijë të pistë, zbathur, me rroba të grisura dhe me shikime të frikësuara. Foshnja në krahët e Adrianës nuk duhej të ishte më shumë se 1 vjeç. Sytë e saj të qelet ishin ngulur tek ai me një kurreshtje të pafajshme që vetëm foshnjat kanë. 2 të tjerat, njëra rreth 5 vjeç dhe tjetra 7-8, ishin ngjitur pas nënës. Ai vuri re se po dridheshin nga frika e tij, nga frika e një burri me kostum që ishte shfaqur papritur përpara shtëpisë së tyre. Kjo i theu diçka brenda, diçka që ai mendonte se e kishte humbur prej kohësh, pas vitesh duke ndërtuar perandori, duke mbyllur marrëveshje, duke shkelur mbi njerëz për të arritur majat. Ai kishte harruar si ishte të shikojë dik dhe të ndjeje dëmshuri të vërtetë. Por tani, i ndalur në atë rrugë me pluhur, ai e ndjeu atë ndjenjë me një forcë që gati e rrëzoi. Adriana më në fund foli. Zëri i saj ishte i ulët, i dridhur, plot dëshpërim. Ajo ju lut të mos e largonte nga puna, i tha se kishte nevojë për atë punë, se kishte nevojë të ushqente fëmijët. Fjalët i dilnin shpejt, syt i mbusheshin me lot që mezi i mbante. Renani ngriti dorën, jo për ta kërcënuar, por për t'i kërkuar pak qetësi, pak kohë për të menduar. Ai vështroi rreth e rrotull, shtëpinë me mure të çara, çatin e thyer, derën e vjetër që mezi mbahej, gardin e improvisuar, rrugicën e ngushtë prej dheu që të çonte aty. Ai e kuptoi se ajo nuk jetonte thjesht aty, ajo po fshihej nga bota, po fshihej nga gjykimi, po fshihej nga frika se mos humbiste të vetmen gjë që i mbante fëmijët gjallë, punën e saj. Era ngriti edhe më shumë pluhur. Ai pa copën e vjetër të pëlhurës në dritare që shërbente si perde, një kanaçe të ndryshkur që shërbente si stol, njollat e lagështisë në mure, vrimat në çati nga ku hyn të shiu. Mendoj se si duhej të ishte të jetoja aty, të flije duke mos ditur nëse çatia do të binte, të zgjoheshe herët, të merrje autobus, të punoje gjithë ditën dhe të ktheheshe prapë në atë varfëri, duke u kujdesur vetëm për 3 fëmijë. Ai e pyeti sa kohë kishte që jetonte aty. Ajo u përgjigj me zë të ulët se që kur kishte filluar punë tek ai 2 vjet më parë. Kjo e goditi si grusht. 2 vjet ajo kishte pastruar shtëpinë e tij luksoze dhe ishte kthyer çdo natë në atë rënoj. Ai u kujtua për ushqimin që kishte hedhur, për gjërat që kishte shpërdoruar, për ankesat e kota, ndërsa ajo luftonte për të ushqyer fëmijët. Ndjeu neveri për veten. Ai e pyeti për baban e fëmijëve. Fytyra e saj u errësua dhe tha se ai kur nuk kishte dashur të ishte pjesë e jetës së tyre. Se ajo nuk kishte nevojë për askënd, vetëm për punën e saj. Lotët i rridhnin pa u ndalur. Ai pa forcën e saj, forcën e një gruaje që nuk mund të dorëzohej sepse 3 jetë vareshin prej saj. Dhe ai, me gjithë pasurinë e tij, u ndjej i vogël. Ai i premtoi se nuk do ta humbiste punën. Ajo u shtan nga habia. Ai e pyeti pse nuk i kishte treguar më parë. Ajo i tha se kishte frikë se ai do ta konsideronte problem, se nuk do ta punsonte kurrë.
Dhe ai e kuptoi se ajo kishte të drejtë. Ai kishte menduar gjithmonë vetëm për efikasitet, për fitim, duke harruar njerëzit pas punës. Dy vajzat e shikonin në heshtje, me frikë. Ai e urreu faktin që ato kishin mësuar të ishin të padukshme. Ai i pyeti për moshën e tyre. Ajo i tha me krenari emrat dhe moshat: Beatrice, 7 vjeçe, Ilia, 5, dhe foshnja Davi, 10 muajsh. Ai i përsëriti emrat në mendje dhe kuptoi se ato ishin arsyeja pse Adriana vazhdonte të luftonte çdo ditë. Ai pa tek vajza më e madhe një pjekuri të parakoshme, një fëmijëri të vjedhur. Mendoi për fëmijët e pasur që kishin gjithçka dhe e pa sa e padrejt ishte bota. Pastaj e pyeti nëse shkonin në shkollë. Fytyra e Adrianës u mbush me turp, sepse ajo e dinte se as kjo nuk ishte e lehtë për t'u siguruar në atë realitet të ashpër. Kur të ketë mundësi, por Jula ende nuk kishte arritur të regjistrohej. Dhe Davi ishte ende shumë i vogël, tha ajo. Renani tunte kokën, sepse kjo ishte e papranueshme, ishte absurde. Ishte gjithçka që ishte gabim me botën, me mënyrën si funksiononin gjërat. Arsimi ishte e drejtë, ishte bazë, ishte thelbësor. Dhe Jula ishte aty, 5 vjeçe, pa shkollë, pa të ardhme, pa asnjë shans për të dalë nga ajo jetë, sepse pa arsim cikli do të përsëritej. Ajo do të rritej, do të kishte fëmijë dhe do të jetonte të njëjtën varfëri si nëna e saj, brez pas brezi, të bllokuar në të njëjtën mungesë mundësish, në të njëjtën padrejtësi. Adriana, ti ke nevojë për ndihmë dhe unë do të të ndihmoj, por më parë duhet të jesh e sinqert me mua. A ke ndonjë njeri tjetër? Ndokën nga familja që mund të të mbështesë? E pyeti ai. Ajo tunte kokën dhe syt ju mbushën përsëri me lodh. Nuk kam askën. Nëna ime vdiq kur isha 15 vjeçe. Babain nuk e kam njohur kur. Dhe baballarët e fëmijëve ata nuk deshën kur të dinin. Kështu që jam vetëm unë. Gjithmonë ka qenë vetëm unë. Zëri i saj ishte i lodhur, i thyer, dhe Renani ndjeu një dëshirë të madhe ta përqafonte. Ti thoshte se gjithçka do të rregullohej, por nuk ishte i sigurt nëse mund ta premtonte këtë. Ai qëndroi aty duke menduar, duke kërkuar një zgjidhje, sepse duhej të kishte një zgjidhje. Duhej të kishte një mënyrë për ta ndryshuar atë realitet. Ai mendoi për nënën e saj që kishte vdekur herët duke e lënë Adrianën vetëm në botë në moshë të re. Mendoi për gjithçka që ajo kishte përballuar, për mënyrën si kishte rritur 3 fëmijë e vetme, pa ndihmë, pa mbështetje, pa asgjë. Dhe kjo ishte e jashtëzakonshme, ishte e admirueshme, diçka që ai vetë nuk do të kishte pasur kur forcën ta bënte. Ai e kuptoi madhështinë e asaj gruaje, një madhështi që e kishte injoruar për 2 vjet, duke e trajtuar si të padukshme, si dik pa histori, pa jetë, pa rëndësi. Adriana, dëgjo, unë ende nuk e di saktësisht çfarë do të bëj, por të premtoj se do të ndihmoj. Ti nuk do të qëndrosh këtu në këto kushte, dhe fëmijët do të kenë atë që u nevojitet. Ta garantoj këtë. Ai pa në sytë e saj një shkëndij shprese që nuk kishte qenë aty më parë, por edhe frikë, sepse ajo kishte mësuar të mos besonte, të mos shpresonte, sepse çdo herë që kishte besuar, ishte lënduar. Pse do ta bëje këtë? Pse të intereson? E pyeti ajo. Renani mori frym thellë. Nuk e dinte saktësisht pse, por diçka kishte ndryshuar brenda tij. Ndoshta ishte mënyra si vajza e madhe e shikonte me frikë. Ndoshta ishte mënyra si Adriana shtrëngonte foshnjën për ta mbrojtur, ose ndoshta ishte thjesht fakti që për herë të parë pas shumë vitesh ai po shihte realitetin e dikujt tjetër, po ndjente dhimbjen e dikujt që nuk kishte privilegjet e tij. Dhe kjo e kishte tronditur. Sepse është gjëja e duhur për t'u bërë, dhe sepse duhej ta kisha parë më herët, duhej të kisha pyetur më herët dhe nuk e bëra. Tani do ta rregulloj këtë, tha ai. Adriana shpërtheu në lodh dhe shtrëngoi foshnjën, ndërsa 2 vajzat ju afruan edhe më shumë. Renani pa në atë përqafim gjithçka që kishte humbur duke ndjekur paran dhe pushtetin, njerëzillkun e tij. Por tani ai po e rifitonte. Merrni gjërat bazë dhe jani me mua. Sot do t'ju çoj në një vend më të mirë, tha ai. Adriana u trondi. Ajo tha se nuk mund të pranonte lëmosh, por ai e ndërpreu. Kjo nuk është lëmosh, është drejtësi. Është minimumi pas 2 vitesh që të kam paguar pak dhe kur nuk kam pyetur si ishe. Tani shko, merr gjërat dhe pjesën tjetër e rregullojmë më vonë. Ajo hezitoi, pa fëmijët dhe pastaj pranoi. Renani telefonoi asistenten e tij dhe i kërkoi të gjente menjëherë një apartament të mobiluar pranë një shkolle, pa u shqetësuar për çmimin. Ai nuk donte shpjegime, donte vetëm zgjidhje.
Pak minuta më vonë, Adriana doli me një qese të vjetër me rroba. Ishte gjithçka që kishin. Dhe kjo e dhemte. Ai ndihmoi të hipnin në makinë. Vajzat u ulën së bashku, ende të frikësuara. Foshnja në krahët e nënës. Renani u ul në timon dhe për një çast qëndroi në heshtje, duke kuptuar peshën e përgjegjësisë që kishte marrë. Ai u afrua te një shitse e re, me uniformë të rregull dhe pamje të sjellshme, dhe tha me vendosmëri se kishte nevojë për rroba të plota për 3 fëmijë, këpucë, gjithçka të nevojshme, dhe gjithashtu edhe për nënën e tyre. Ai tregoi me dorë nga Adriana, e cila menjëherë filloi të tunte kokën në shenjë mohimi. Ajo përshpëriti se për veten e saj nuk kishte nevojë, se mjaftonte vetëm për fëmijët. Por Renani e shikoi drejt në sy dhe i tha se po, edhe për të, dhe se nuk do të debatonte për këtë. Shitësja buzëqeshi dhe thiri 2 kolege të tjera për t'i ndihmuar. Brenda pak minutash, Beatrice dhe Ilia po maten, po provonin rroba të reja, këpucë të reja, dhe për herë të parë që kur Renani i kishte parë, ato po buzëqeshnin. Buzëqeshnin me të vërtet, me atë dritë në sy që fëmijët duhet të kenë, me atë gëzim të pastër që vjen nga zbulimi i diçkaje të bukur, diçkaje që ishte vetëm për ta. Ilia mori një fustan roz me lule të vogla dhe e shtrëngoi fort në gjoks. Ajo e pyeti nënën nëse mund ta mbante, me zë të ulët dhe ende të pasigurt. Adriana e pa Renanin me sy, duke kërkuar leje, dhe ai tundi kokën në shenjë pohimi. Ai i tha se mund të merrte çfarë të donte, sa të donte. Ilia buzëqeshi edhe më shumë dhe filloi të merrte fustane të tjerë, bluza, pantallona me ngjyra. Çdo copë që mbante në duar dukej si një thesar. Beatrice ishte më e përmbajtur, më serioze. Ajo zgjidhte çdo rrobë me kujdes, i prekte pëlhurat me delikatesë, sikur të kishte frikë se mos i dëmtonte. Renani e kuptoi se ajo ende mbante mbi supë barën e të qenit më e madhja, përgjegjësinë për të qenë e fortë, për të kujdesur për motrën. Ai do të donte t'i thoshte se tani ajo mund të ishte thjesht fëmijë, por e dinte se kjo do të kërkonte kohë. Ajo zgjodhi një palë xhinse, një bluzë blu të çelët dhe një palë atlete të thjeshta dhe i tregoi Renanit se këto mjaftonin. Ai i buzëqeshi dhe i tha se mund të merrte edhe më shumë, se nuk kishte pse të kursente. Ajo hezitoi, pa nga ama, dhe Adriana i bëri shenjë me kokë, me sytë plot lodh. Atëherë Beatrice zgjodhi edhe disa rroba të tjera, ende me kujdes, por tani një buzëqeshje e vogël, e sinqert, filloi t'i shfaqej në fytyrë. Pasi vajzat mbaruan, shitësia e çoi Adrianën në një sektor tjetër, ndërsa Renani mbeti me fëmijët. I ulur në një stol, ai mbante në krah vogëlushin Davi, i cili kishte fjetur i qetë. Ai vështroi fytyrën e vogël, të pafajshme, dhe ndiu një val vendosmërie se ai djalë do të kishte një jetë ndryshe, me shkollë, me mundësi, me një të ardhme të vërtetë. Ai pa Beatrizin dhe Ilien duke provuar këpucë, duke i krahasuar dhe duke qeshur lehtë, dhe mendoi se ato fëmijë e meritonin këtë, e meritonin fëmijërinë, gëzimin, një shans për të ëndërruar. Beatrice i afrua duke mbajtur një palë atlete të bardha dhe i tha me zë të ulët se këto i bënin. Renani i buzëqeshi dhe i tha se nuk kishte nevojë ta thërriste zotëri, se mund ta thërriste thjesht me emër. Ajo hezitoi për një çast dhe pastaj e falenderoi duke e thirrur me emër. Ai pa në sytë e saj një shkëndijë besimi, ndoshta për herë të parë. Ilia erdhi duke kërcyer me sandale roz me lule dhe i tregoi me entuziazëm. Ai qeshi me një të qeshur të sinqert dhe i tha se ishin shumë të bukura. Vajza i u hodh përqafuar këmbës së tij në një gjest spontan që e preku thellë. Kur Adriana u kthye, ajo dukej ndryshe. Kishte veshur xhinse të thjeshta, një bluzë të bardhë të pastër, këpucë të reja dhe flokët i kishte lidhur. Dukej më e re, më e lehtë, sikur një pjesë e barrës së saj të ishte hequr vetëm nga fakti se ishte e veshur me rroba të pastra dhe të reja. Ajo e falenderoi me zë të dridhur dhe i tha se nuk do ta harronte kurrë këtë. Ai i tha se nuk kishte nevojë për falënderime, se duhej të paguanin dhe të vazhdonin, sepse ende kishin për të zgjidhur çështjen e apartamentit. Ai pagoi pa u shqetësuar për çmimin. Për herë të parë, ai ndjeu se po përdorte paratë për diçka që kishte vërtet kuptim, për diçka që ndryshonte një jetë, që shpëtonte një familje. Në ark, një punonjëse i shikoi dhe tha se ishin një familje e bukur. Adriana u skuq, por Renani buzëqeshi, sepse në atë moment, në një mënyrë të veçantë, ata ishin vërtet një familje. U nisën drejt apartamentit që asistentja e tij kishte gjetur. Gjatë rrugës, Adriana e pyeti pse ai e kishte ndjekur atë ditë dhe si kishte zbuluar se ku jetonte.
Ai I shpjegoi se fillimisht kishte dashur t'i dorëzonte një dokument, por kur e pa duke u larguar herët, e kishte ndjekur nga kureshtja dhe kishte zbuluar gjithçka. Ai I tha se kishte kuptuar se kishte qenë një punëdhënës I padrejtë dhe se donte ta rregullonte këtë. Ajo I tha se kur nuk kishte menduar se dikush do të kujdesej për të, se gjithmonë ishte ndjerë e padukshme, dhe se fakti që ai e kishte parë vërtet do të thoshte më shumë se çdo gjë tjetër. Ai ndiu një ny në fyt dhe I premtoi vetes se nuk do t'i shihte më kur njerëzit si thjesht punëtor, por si qenie njerëzore me histori dhe dhimbje. Kur arritën në apartament, vajzat u mahnitën nga ndërtesa, nga parku I vogël përpara, nga ideja se tani kishin një shtëpi të vërtetë. Kur Adriana hapi derën dhe pa brenda, ajo mbeti pa fjalë. Ishte e vogël, por e rregullt, me mobilje, me shtretër për fëmijët, me një kuzhinë funksionale, me banjë të pastër. Fëmijët vrapuan duke qeshur, duke zgjedhur shtretërit, duke u gëzuar si fëmijë për herë të parë pas shumë kohësh. Renani I pa nga dera dhe ndiu një kënaqësi që asnjë biznes I madh nuk ja kishte dhënë kurrë. Adriana qau, duke thënë se nuk dinte si ta falënderonte. Ai I vuri dorën në supë dhe I tha se tani nuk ishte më vetëm, se ishin një ekip dhe se ajo dhe fëmijët e saj meritonin dinjitet, siguri dhe një jetë të re. Ai rregulloi gjithçka. Vendosi internetin në apartament, aktivizoi televizorin dhe la disa kanale për fëmijë të ndezura për vajzat. Kur më në fund pa orën, kishin kaluar gati 3 orë. Dielli po perëndonte jashtë, duke e ngjyrosur qiellin me portokalli dhe rozë, dhe ai kuptoi se nuk kishte nxitim të largohej. I pëlqente të ishte aty, të ishte pjesë e atij momenti, e asaj ndryshese, e asaj mundësie të re që po I jepej asaj familjeje. Kur u përshëndet, tashmë ishte errësirë. Beatrice dhe Ilia erdhën te dera për t'u përshëndetur dhe për herë të parë nuk kishin më frikë në sy. Kishin mirënjohje, kishin dashuri, kishin respekt. Beatrice tha faleminderit me zë të ulët, por të vendosur. Ilia shtoi se ai ishte I mirë. Ato fjalë të thjeshta, të thëna me sinqeritet, e prekën Renanin më shumë se çdo çmim, çdo kontratë apo çdo sukses profesional. Ai u ul në nivelin e tyre dhe u tha se ato meritonin gjithçka dhe shumë më tepër, dhe se nuk do të ishin më kurrë vetëm. Vajzat buzëqeshën me atë buzëqeshje të pastër që vetëm fëmijët e lumtur kanë. Ilia e përqafoi fort, ndërsa Beatrice I vuri dorën në krah, një gjest I vogël, por plot ndjenjë. Renani u kthye në shtëpi duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur, për mënyrën se si një ditë e zakonshme ishte shndërruar në diçka kaq domethënëse. Ai kuptoi se pasuria nuk kishte vlerë nëse nuk përdorej për të bërë mirë, për të ndryshuar jetë, për të qenë vërtet njerëzor. Rrugët e qytetit, restorantet luksoze dhe ndërtesat e mëdha tani I dukeshin bosh. Ai kishte provuar diçka reale dhe nuk donte më të jetonte vetëm përpara e pushtet. Donte të ishte ndryshimi që dikush kishte nevojë. Në ditët që pasuan, ai e ndoqi nga afër përshtatjen e Adrianës dhe fëmijëve. Telefononte çdo ditë për të pyetur nëse ishin mirë. Siguroi regjistrimin e vajzave në shkollën publike pranë apartamentit, foli me drejtoreshën dhe bleu të gjitha materialet shkollore, uniformat dhe këpucët. Në ditën e parë të mësimit, ai ishte aty për t'i parë teksa hynin në shkollë, me sytë që shkëlqenin nga emocionet. Adriana qau nga gëzimi, duke thënë se kur nuk kishte menduar se do ta shihte atë ditë. Ajo vazhdoi të punonte për të, por tani me kushte dinjitoze, me pagë të drejtë dhe të drejta të garantuara. Ishte më e lehtë, më e sigurt, më e lumtur. Ajo I tregonte për notat e vajzave, për hapat e parë të David dhe Renani dëgjonte me vëmendje të vërtetë, sepse tani ato jetë kishin rëndësi për të. Me kalimin e kohës, ai u bë pjesë e asaj familjeje. Vizitonte apartamentin, sillte libra, lodra, ushqim. Fliste me Adrianën për ëndrat e saj dhe e mbështeti të bënte një kurs profesional, duke I dhënë mundësinë të ndërtonte një të ardhme të pavarur. Ai kuptoi se ndihma e vërtet nuk ishte vetëm para, por mundësi, dinjitet dhe shpresë. Një pasdite, ndërsa luanin lojra dhe Davi zvarritej nëpër dhomë, Renani ndiu një paqe që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Ai e kuptoi se suksesi I vërtet nuk matet me para, por me jetët që prek, me ndryshimet që bën. Beatrice tashmë ishte kthyer në një fëmijë të zakonshëm, që qeshte, ëndërronte dhe donte të bëhej mësuese. Ilia ishte plot energji dhe imagjinat. Davi po rritej I rrethuar nga dashuria. Në ditëlindjen e Ilias, me një tortë të thjeshtë dhe balona shumë ngjyrëshe, ata kënduan dhe qeshën së bashku. Kur vajza fryu qirind, Renani mendoi për gjithçka që kishte ndryshuar në jetën e saj në kaq pak kohë dhe premtoi në heshtje se do të vazhdonte të kujdesej.
Kur u largua atë natë, Adriana i shtrëngoi dorën dhe e falenderoi për gjithçka, për faktin që i kishte parë, që ishte kujdesur dhe kishte ndryshuar jetën e tyre. Ai u përgjigj se ishin ata që i kishin dhënë kuptim jetës së tij dhe e kishin bërë të kuptonte se pasuria e vërtet ishte të ndihmojë të tjerët. Vitet kaluan dhe ajo histori u bë një shembull. Renani ndryshoi mënyrën si drejtonte kompaninë, duke vlerësuar njerëzit dhe duke krijuar programe ndihme. Beatrice u rrit me ëndrrën për të mësuar fëmijë, Ilia zbuloi talentin e saj artistik, Davi u rrit me mundësi. Adriana ndërtoi një jetë të re dhe kur nuk harroi dorën që ju zgjat. Dhe Renani më në fund kuptoi se misioni i tij nuk ishte të grumbullonte pasuri, por t'i përdorte ato për të ndërtuar dinjitet dhe shpresë.